تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut te baraka wa taala. Salavatet dhe selamet qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij, si dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në vijim të nderuar vëllezër, kam kënaqësinë që t'ju kem sërish përballë pas një shkëputjeje të mësimeve, pas përfundimit librit Kushtet e namazit, shtyllat dhe obligimet e tij nga imami Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pra ka ardhur koha që sërish të fillojmë një libër të ri, biles edhe një tematik tjetër, ndryshe dhe të re. Ka ardhur koha që të fillojmë mësime të reja. Pra në këto mexhlise, në këto takime të radhës biiznillah javore, do të flasim për një temë të bukur, do të flasim për një temë të dashur për zemrat e shëndosha, për një temë që mbjell dashuri, mbjell, mëshirë, mirësi dhe vëllazëri ndërmjet besimtarëve. Të flasim për një temë që prek zemrën dhe e ngroh shpirtin, duke na kujtuar neve se feja jonë është fe e përsosur dhe se llojet e adhurimeve janë të shumta në të. Dhe se prej adhurimeve në këtë fe, nëse bëhen me një jetë të mirë dhe të duhur, janë edhe dashuria, mëshira, kujdesi vëllazëror. Pra do të flasim për një temë që na I rikujton neve detyrat tona dhe të drejtat tona mes njëri tjetrit si musliman. Do të flasim për një temë për cilën dietarët I kanë kushtuar shumë rëndësi. Dietarët I kanë kushtuar rëndësi të madhe në mënyrë të përgjithshme dhe po ashtu në mënyrë konkrete dhe të veçantë. Të përgjithshme nuk ka dyshim se çdo dietar dhe çdo libër cek temën tonë. Mirë po, ka edhe prej tyre librave dhe prej tyre dietarëve që kanë shkruar dhe janë marrur me këtë temë në mënyrë të veçantë, sikurse al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ka shënuar librin e tij Al-Adab al-Mufrad. Librin e tij Al-Adab al-Mufrad, biles që Hoxha Xhemal është duke e shpjeguar, po e ka përfunduar, Allahu alem. Po, pra u është bërë e qartë se do të flasim për
sjelljen, moralin, etikën e mirë, moralin e lartë dhe kështu me radhë. Po ashtu prej dietarëve tjerë që kanë shkruar, sikurse el Imam el Bukhari rahimahullah, rreth kësaj tematike është Ibn Muflih rahimahullah, el Imam Muhammad ibn Muflih ka shkruar librin e tij El Adab al-Shar'iyya wal Minah al-Mar'iyya. Pra libër ky që fokusohet në mënyrë të detajshme në virtytet e larta të etikës së mirë dhe moralit të bukur. Dhe po ashtu prej librave që kanë folur rreth tematikës son është edhe libri i Ebul Wafa Ali ibn Aqil rahimahullah. Është një libër që titullohet pra kapituj mbi sjelljen dhe virtytet e larta të moralit të mirë. Kapituj pra mbi sjelljen apo them mbi etikën dhe virtytet e larta të moralit. Dhe s'ka dyshim se si them se cili prej muslimanëve e din se morali ka vlerë të madhe në fen ton, dhe të gjithë prej neve e dim se feja jon nuk ka lënë asgjë të mangët dhe pa e sharuar, prej tyre është edhe ky aspekt. Edhe në këtë aspekt muslimani është i plotësuar, apo të themi ka burime ku mund gjej ta plotësoj sjelljen dhe moralin e tij në mënyrën e duhur dhe në formën e përsosur. Argumente sheriatike kanë folur për këtë temë. për këtë temë, pra temë e cila është e etikës që ka të bëjë pra me marrjen e lejes përpara hyrjes, që ka të bëjë me selamin, që ka të bëjë me shikimin të ngrënurit, pijen, të quarit pranë këmbë apo uljen, temat që kanë të bëjnë me gjumin apo zgjuarsin apo zgjimin themi, temat që kanë të bëjnë me të folurin dhe me heshjen, temat që kanë të bëjnë me veshjen e besimtarit, temat që kanë të bëjnë me zbukurimin dhe temat që kanë të bëjnë me përgjigjen ndaj ftesës që i bëhet njeriut. Gjitha këto tema hyjnë në atë që e quajmë ne etika dhe morali i mirë. Pra besimtari dhe muslimani mund gjej në fenë e tij dhe mburimet e kësaj feje gjitha ato argumentet me cilat pra mund t'i marrë për shembull tyr dhe ta plotësoj moralin dhe etikën e tij. Fjala el-adab, ka thënë Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, el-adabu huwa isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'la. Çdo të thot el-adab, pra përmendet edhe në shqip, e dim gati secili themi e ka edebin e mirë apo e kundërta. Thot Ibn Hajar rahimahullah, fjala el-adab do të thot që njeriu ta përdor të preferuarën, të bukurën, të lëvdruarën prej fjalëve dhe veprave të tij. Pra ta bëj gjën më të mirë, të flas në mënyrën më të mirë dhe të veproj në mënyrën më të mirë. Dhe besimtari e ka të patjetërsueshme. Pra, mos themi obligim që ta përmisoj sjelljen e tij, ta shtoj diturinë e tij dhe veprat e tij, pra atë sa ka mundësi që kanë bëjnë me sjelljen dhe moralin e tij. Dhe Allahu Azza wa Jall ka thënë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin azim, dhe ti pra je në një moral mjaft të madh dhe të madhrishëm. Dhe po ashtu kur shohim në moralin e tij sallallahu alaihi wasallam, gjejmë se ai ka qenë njeriu më i mirë, me moralin më të mirë dhe sjelljen më të bukur të mundshme. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dërguari Allahut alayhi salam ishte njeriu më i mirë
ishte njeriu më bujari dhe akoma më i mirë ishte në muajin e Ramazanit. Po ashtu, në kohën kur i zbriti shpallja të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe arriti lajmi në për zona të ndryshme se ka ardhur ky person, emrin e ka të tillë Muhammed ibn Abdillah, pretendon se Allahu i ka zbritur atij shpallje prej qiellit. Dhe kështu me radh, kur është shpërndar ky llaf, kjo fjalë mes njerëzve në Mekke, të tillët që kanë pasur sadopak hajër në zemrën e tyre, kanë pasur interes dhe kanë dashur që të hulumtojnë se ç'është kjo thirrje dhe kjo shpallje që i ka zbritur këtij burri, për shkak se fjalët që vijnë për të janë vetëm fjalë të mira, ka qenë i besueshëm, ka qenë i drejtë, ka qenë i turpshëm, s'ka bë padrejti. Ç'është kjo temë për cilën flet ai? Andaj kur arriti tema tek Ebu Dharr radhiyallahu anhu, lajmi se ekziston një person që pretendon se i ka zbritur atij shpallje prej qiellit, prej Allahut azza wa jall, i ka thënë vllaut të vet, shko dhe kaloje, ka përcej këtë lugin, pra nisun këtë drejtim dhe shko deri tek ky person dhe shiko se ç'thot ai. Pra hulumto rreth tij, përderisa pretendon këtë pretendim, shife pra punën e tij. Pra i ka thënë, irkab ila hadha alwadi fasma' min qawli. Kaloje pra këtë lugin dhe shko dhe dëgjo prej fjalëve të tij. Kur vëllai i tij u kthye, faraja'a faqal ra'aytuhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Pra e pash, ka thënë vllau i Ebu Dherrit, i tregon Ebu Dherrit radhiyallahu anhu dhe i thot, e pash këtë burr dhe këtë person Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ishte një burr që urdhëronte me virtytet e larta të moralit dhe të etikës së bukur. I urdhëronte njerëzit dhe besimtarët rreth tij që i kanë besuar me etikën dhe virtytet e larta të moralit të mirë. Po ashtu transmetohet nga Enesi radhiyallahu anhu, shërtori të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai sahabi prej sahabive më të afërt ndaj tij alayhi salam, pra që ka qenë gjatë gjithë ditës së tij me të, tregon dhe thot kanë nebiu sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas. I dërguari i Allahut alayhi salam ishte njeriu më i mirë, i mundshëm. Wa ajwadun nas, më bujari i mundshëm. Wa ashja'un nas, dhe më trimi i mundshëm prej gjithëve. Gjitha këto virtyte dhe gjitha këto veçori që i përcjell Enesi radhiyallahu anhu për të dërguarin ton, të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kanë të bëjnë me temën që do e cekim ne, kanë të bëjnë me moralin e mirë. Prej moralit mirë është që njeriu të sillet me sjellje të mirë. Prej etikës së bukur është që njeriu të mos jetë frikacak dhe të jetë trim, dhe prej moralit bukur është që njeriu të jetë bujar dhe të mos jetë koprac. Po ashtu transmetohet nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma ku thot, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë as fahish, as mutafahish. Ç'do thot kjo? Pra do të thotë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë i paturp sa i përket gjuhës së tij. Nuk ka përdorur fjalë të ndyra. Pra fahishan nuk ka përdorur fjalë të ndyra në fjalorin e tij. Wala mutafahishan, dhe as që ka tepruar në këtë, pra nuk i ka kushtuar dhe është larguar nga ky lloj i keq dhe i shëmtuar i moralit, është larguar nga ai në mënyrë të tërë. Wa annahu kana yaqul inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa. Thot Abdullah ibn Amr dhe thoshte, prej dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, fjalorin nuk e ka pas të ndyrë, ka folur kur ka folur bukur, dhe çdo herë thoshte, pra ai alayhi salam, më i miri prej juve është ai që posedon moralin më të bukur dhe sjelljen më të mirë.
Dhe po ashtu në një hadith tjetër që transmetohet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-saimi wal qa'im, apo darajata as-saimi al qa'im. Ka thënë alaihi salam, besimtari me sjelljen e tij të bukur, me etikën e tij të bukur, e arrin vlerën apo kategorinë e atij agjëruesi që bën namaz natën. Pra i posedon të dyja këto adhurime të larta dhe me vlerë, njeriu me sjelljen e mirë mund të arrijë po të njëjtën grad. Dhe po ashtu Ibn Muflih rahimahullah në librin që e përmendëm më herët Al-Adab Ash-Shar'iyya ka thënë një fjalë dhe një citat mjaft të bukur, saqë është e patjetërsueshme që të ceket dhe të mahet mend dhe ta ketë secili musliman para syve të tij. Pra përmend ai rahimahullah një fjalë ku shpjegon se si duhet sillet muslimani me muslimanin. Do ta lexojmë biidhnillah këtë fjali të tij dhe më pas do të flasim në mënyrë të shkurt, ashtu sikur se është zakon i joni kur fillojmë me libra të ri, mirë po dhe zakoni i dietarëve tanë, do të flasim për autorin rahimahullah. Pra keni parasysh kjo ligjërat është si lloj parathënie rreth tematikës dhe rreth autorit rahimahullah. Më pas biidhnillah që nga java e ardhshme do të fillojmë me vetë risalen dhe me vetë librin. Ka thënë al-Imam Ibn Muflih rahimahullah: wa mimma lil muslimi ala al muslimi an yastura awratah. Ajo që ka pritet prej muslimanit ndaj muslimanit është që t'ja mbuloj atij të metën. Pra është e drejtë, është hak i muslimanit ndaj muslimanit tjetër që njëri tjetrit t'ja mbulojnë të metat. Wa yaghfiru zallatah, t'ja fal atij rëshitjen, t'ja fal atij gabimin. Wa yarhamu abratah, pra të tregoj mëshirë ndaj ti kur ai është pra i mërzitur, apo themi kur ai çan dhe nxjerr lot. A merr një shënime për këto, do me thonë, t'ja mbuloj të metën, t'ja fal rëshitjen, të jetë i mëshirshëm ndaj ti kur ai çan dhe nxjerr lot. Wa yuqilu athratah. Kjo është e ngjajshme sikur tjetra, yaghfiru zallata wa yuqilu athratah, pra t'ja fal gabimin dhe rëshitjet që mund ndodhin nga ai. Wa yaqbalu ma'dhiratah, t'ja pranoj atij faljen dhe arsyetimin. Wa yaruddu ghibatah, pra dhe ta mbroj atë kur ai përmendet për keq, kur ai bëhet ghibet, ja mbron atij nderin e tij. Wa yudimu nasihatah, dhe duhet që në mënyrë të vazhdueshme ta këshilloj atë, apo themi të këshillohen mes veti. Dhe kjo ndoshta është një pikë që shumë prej neve në kohën e sotit kemi mangësinë në të, momentin që i vjen një këshillues e merr atë sikurse qortim, dhe sikurse ofendim dhe nuk e shen në aspektin e mirë dhe ta pranoj dhe ta marr atë sikurse këshill. Thot wa yahfazu khullatah, pra dhe jarun atij afërsinë dhe miqsinë. Wa yar'a dhimmatah, pra është besnik ndaj tij. Wa yujibu da'watah, i përgjigjet ftesës së tij. Wa yaqbalu hadiyatah, ja pranon atij dhuratën. Wa yukafi'u silatah, pra ja shpërblen me të mirë afërsinë që e ka. Wa yashkuru ni'matah, tregohet falënderues ndaj të mirave që ja ka bërë ai.
wa yuhsinu nusratah, i ndihmon ati në mënyrën më të mirë, wa yaqdi hajatah, ja kryen ati punët, pra nëse ka nevojë, wa yashfa'u mas'alatah, pra kontribon në ndërmjetësim në çështjet e tij, nëse nuk mundet pra me ja kry haxhen, nevojën në mënyrë të plotë, ndërmjetëson tek të tjerë që të qohen për çështjen e vllaut vet. Wa yushmitu atsatah, pra i përgjigjet atij kur ai të shtin, kur thot elhamdulillah, i thot yarhamukallah. Wa yaruddu dallatah, ja kthen atij kafshën e humbur. Wa yuwalihi wa la yuadihi, mitësohet me të dhe nuk armiqësohet me të, pra sillet me të me sjellje të afërt, të bukur, të afërsisë, dhe nuk e armiqëson vllaun e vet. Wa yansuruhu ala zalimih, i ndihmon atij kundër të padrejtit që i ka bërë padrejtësi. Wa yakuffuhu an zulmi ghayrihi, dhe ndalon atë që t'i bëj padrejtësi dikujt tjetër. Wa la yuslimuhu wa la yakhdhuluh, pra nuk e braktis atë dhe nuk e le atë në balt. Wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi, do për atë që do për veten e tij. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi, dhe urren për të atë që e urren për veten e tij. Përfundoi citati i Ibnul Muflih rahimahullahu ta'ala. Një fjalë e bukur, mirë po mjaft, do me thënë se ku cek shumicën e moraleve dhe shumicën e virtyteve cilat duhet i posedoj çdo musliman ndaj muslimanit tjetër, çdo vëlla ndaj vllaut vet dhe çdo motër ndaj motrës saj. Dhe është tematika për cilën biidhnillah ne do të flasim në librin ton. Pra nëse themi që na duhet një përmbledhje disa vargje e shkurtër për librin ton, mund të themi që fjalia e Ibnul Muflih rahimahullah është përmbledhje e gjithë asaj që do të mësojmë biidhnillah në vijim. Kjo sa i përket parathënies rreth tematikës, biidhnillah tash do të flasim në mënyrë të shkurtë rreth autorit rahimahullah. Dhe do të flasim rreth autorit rahimahullah në 8 pika për ata që marrin shënime. Do të flasim rreth emrit të tij. Do të flasim rreth shujuhve të tij. Do të flasim rreth nxënësve të tij. Do të flasim për pozitën e lartë që ai e posedon në medhhebin Hanbeli dhe mes dietarëve në mënyrë të përgjithshme. Do të flasim për librat e tij. Do të flasim për vdekjen e tij. Dhe së fundmi do të flasim për lëvdatat që ja kanë kushtuar dietarët atij. Dhe pika e 8 dhe e fundit do të përmendim disa fërejtje që kanë të bëjnë me Ibn Aqilin Abul Wafa rahimahullahu ta'ala. Sa i përket emrit të tij, emri i tij është, apo themi kanë thënë dietarët në at-Tarajim, wal imamu al-allama al-bahr Sheikh al-Hanabila Abul Wafa Ali ibn Aqil ibn Muhammad ibn Aqil ibn Abdillah al-Baghdadi al-Dhafri al-Muqri al-Faqih al-Usuli. Thonë, ai është imami, dietari i madh, deti, shejhu i Hanbelive, nofka e cilit është Abul Wafa, dhe emri i tij është Ali ibn Aqil, i biri i Muhammedit, i biri i Aqilit, i biri i Abdullahut, dhe është nga Baghdadi, i kabiles Dhafri.
Ka lindur ai rahimahullah në vitin 431 të hijretit, viti 431, dhe ka mësuar në shujukh apo në duar të shujukhve të shumt, ka marrur dije nga dietar të shumt, mesin e tyre që përmenden, cilët i ka përmendur Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, ku thot se Abul Wafa Ibn Aqil rahimahullah vet ka thënë për veten e tij, shejhu im në lexim është Ibn Shayta, dhe në gramatik dhe në gjuhë është Abul Qasim Ibn Burhan. Sa i përket zuhdit, ka përfituar nga Abu Bakr ad-Dainuri, dhe po ashtu nga Abu Bakr Ibn Zidan, dhe po ashtu nga Abul Hasan al-Qarwani apo al-Qarzawaini. Në hadith ka marrur dije nga Ibn Nuri, Abu Bakr Ibn Barran, al-Ashari, al-Jauhari dhe të tjerë. Sa i përket poezis, ka përfituar nga Ibn Shabl dhe po ashtu Ibn al-Fadl. Në faraid, në normat e trashëgimis, ka përfituar nga Abul Fadl al-Hamadani. Po ashtu sa i përket urtësive, ka përfituar nga Abu Tahir Ibn al-Allaf. Sa i përket usul al-fiqhit, ka përfituar nga Abul Walid dhe po ashtu Abul Qasim. Dhe sa i përket fiqhut, ka përfituar nga al-Qadhi Abu Ya'la dhe po ashtu nga Sheikh Abu Ishaq al-Shirazi dhe po ashtu nga Abu Nasr Ibn Sabbagh. Ila an qal, thot Ibn Rajabi rahimahullah, deri sa ka thënë vet Ibn Aqili rahimahullah, o min mashayikhi Abu Muhammad at-Tamimi, prej shujukëve të mi po ashtu është Abu Muhammad at-Tamimi, wa minhum Abu Bakr al-Khatib dhe të tjerë. Thot Ibn Rajab, qultu wa haula alladhina dhakarahum hum a'immatu asrih apo asrihim. Thot, dhe këto personat cilët i ka përmendur ai janë imamllarët e kohës së tij. Pra kanë qenë ato njerëz që janë shuar dhe janë njohur tek njerëzit për dijen që e kanë në kohën e tij. Prej nxënësave dhe tilmidheve të tij, po ashtu ka pasur shumë, pra që kanë arritur gradën e qenurit dietar dhe shejх dhe të përmenden në për libra të at-Tarajim dhe kështu me radhë, është Umar ibn Dhafr ibn Hafs al-Maghazili, po ashtu al-Mubarak ibn Kamil al-Baghdadi, i njohur ndryshe si Ibn al-Khaffaf, po ashtu Muhammad ibn Nasir ibn Muhammad al-Salami, apo i njohur ndryshe si al-Muhaddith Abu al-Fadl, po ashtu Ibn al-Hasan ibn al-Haddad al-Faqih, pra faqihu dhe historiani i njohur Hanbali, po ashtu Sa'dullah ibn Nasr al-Ma'ruf ibn al-Dajaji dhe kështu me radhë. Sa i përket pozitës së këtij personi, si e pat emrin autori rahimahullah? Abul Wafa Novkën emrin? Ali ibn Aqil. Sa i përket pozitës së Ibn Aqilit rahimahullahu ta'ala, s'ka dyshim se llogaritet nga dietarët më të shuar të medhhebit Hanbali. Pra, dhe jo vetëm dietarët, mirë po nga mujtehidat, nga ata dietarë që kanë arritur gradën e ijtihadit në medhhebin Hanbali. Dhe kur është pyet Sheikhul Islam Ibn Taymija për njohjen dhe dijen e çështjeve khilafie në medhheb, ka përmendur ai rahimahullah, Ibn Taymija rahimahullah, ka përmendur librin e këtij burri, librin e Ibn Aqilit, që është Umdatud Delil, shtylla e argumentit. E ka përmendur mes librave të cilave u kthehet nxënësi i dijes në njohjen e medhhebit dhe në mbledhjen e argumenteve dhe khilafeve. Po ashtu, nga lëvdatat
e dietarëve që tregojnë vlerën e këtij personi është ajo që ka thënë Al-Ba'li, ka thënë intahat ilayhi ar-ri'asa fil usuli wal furu'. Pra në të përfundon të riaseti, pra ka rritur kulmin në dije sa i përket bazave dhe po ashtu themeleve dhe po ashtu degëzimeve. Po ashtu ka thënë Ibn Badran në tergjemen që ja ka bërë Ibn Aqilit, ka thënë Ali ibn Muhammad ibn Aqil al-Baghdadi është imam, usuli, muqri, wa'idh, njëri nga mujtehidat, sahib al-muallafat, pra sajbiu i librave të shumt, dhe thot وستأتي ترجمته في ترجمة الكبار من أصحاب أحمد. Pra e përmend në mënyrë të shkurt Ibn Aqilin se është imami, dietari, shuari, i mençuri dhe kështu me radhë, dhe thot dhe do të përmendet biografia e tij atëherë kur do t'i përmendim të mëdhenjt e dietarëve që kanë qenë shok të Ahmedit, pra Ibn Hanbal. Shok apo të themi njerëz që e kanë përkrah jashtëmase. Ka thënë Ibn Rajab rahimahullah, وكان ابن عقيل كثير التعظيم للإمام أحمد وأصحابه والرد على مخالفيهم. Ibn Rajab al-Hanbali thot, Ibn Aqili e madhron të shumë Imam Ahmedin rahimahullah dhe shokët e tij dhe i refuzon të ata njerëz që e kundërshtonin atë. Dhe përmend Ibn Rajab rahimahullah një fjalë të tij. Pra me këtë fjalë mundeni ta parashikoni se çfarë njeriu, çfarë dietari dhe çfarë karakteri dhe mënyre të refuzimeve ka pasur ai rahimahullah. Ka thënë, pra Ibn Rajab përmend se Ibn Aqili rahimahullah e ka mbrojt jashtëmase Imam Ahmedin dhe thot o min ajibi, pra thot se ka thënë ومن عجيب ما نسمع من هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. Thot Ibn Aqili, vet autori ynë, thot në mbrojtje të Imam Ahmedit rahimahullah, dhe prej gjërave të çuditshme që dëgjojmë ne që fliten rreth tij, pra rreth Ahmedit, është se thon Ahmedi është muhaddith dhe nuk është faqih. Është pra dietar i hadithit dhe nuk është dietar i fikhut. Ka kaluar që e keni dëgjuar këtë shubhe më herët. Kjo shubhe thuhet për Imam Ahmedin rahimahullah, thuhet për dietar të tjerë pas tij, saqë edhe kur dikush do që ta sulmoj Sheikh al-Albanin rahimahullah, thot pra në mënyrë dashakeqëse ai ka qenë vetëm muhaddith, pra nuk i jepet përparësia atij në mendimet që i posedon ai në fiqh, dhe thon në këtë mënyrë, pra duke dashur që t'ia humbin atij imazhin e mirë që posedon mes njerëzve rahimahullah. Gjithsesi thot Ibn Aqili, është shumë e çuditshme kur i dëgjon këto njerëz vocrak dhe ignorant të mëdhenj kur thon për Ahmedin se ai nuk ka qenë faqih, mirë po vetë se muhaddith. Hadha ghayatul jahl. Thot kjo është pika më e lartë e ignorancës. لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم. Thot kjo është pika e ignorancës. Përse? Për shkak se prej këtij burri kanë dalur mendime të përzgjedhura nga hadithe të ndryshme duke u bazuar në dije, gjë që cilën s'ka mundësi ta bëj shumica e njerëzve. Dhe ky nuk flet për njerëz thjesht, por flet për vetë dietarët e tyre që akuzojnë Imam Ahmedin rahimahullah. وقد خرج عنه من دقيق الفقه ما لا تراه لأحد منهم. Dhe thot ka dalur prej Imam Ahmedit rahimahullah fiqh dhe kuptim aq i detajuar sa që nuk e gjen atë tek dikush tjetër prej tyre.
Dhe më pas ka përmendur disa çështje dhe disa mesele të Imam Ahmedit rahimahullah, çështje të cilat e shfaqin pozitën e tij, dhe ka përmendur وما يقصد هذا إلا مبتدع قد تمزق فؤاده من خمود كلمته وانتشار علم أحمد po. Do më thonë, dhe më pas vazhdon të ambroj Imam Ahmedin rahimahullah dhe thot, nuk e sulmon këtë njeri përveç se një bidatçi, zemra e cilit është soptuar nga akuzat e tij të dobta që ja bën pra Imam Ahmedit rahimahullah, dhe i është soptuar pra atij zemra nga shpërndarja e diturisë së Ahmedit rahimahullah. Po. Dhe më pas pra përmend se ka prej dietarëve që kanë thënë aslu Ahmed, pra bazat e mia janë apo themelet e mia janë themelet e Ahmedit, dhe hasbuka biman yarda bihi fil usuli qudwa, pra thot mjafton që me ditë kur dietarët mjaftohen themelet e tyre me dikë, me ditë se ky njeri është për shembulltyr, pra ka arritur atë gradë. Pra dhe vazhdon Ibn Rajab rahimahullah dhe thot, dhe përshruan pra Ibn Aqilin rahimahullah, thot se ka qenë një njeri kana kathiran apo yatakallamu kathiran bilisani al-ijtihadi wa at-tarjih, pra ka folur shumë me gjuhën e ijtihadit, pra nuk ka bërë taqlid në çështje të fikut, mirë po ka bërë ijtihad, nga se e ka arritur këtë grad, dhe ka bërë tarjih, pra ka përzgjedhur si mendimet sakta në mesele të fikhut, dhe ka këshilluar pra që njerëzit të ndjekin argumentin, dhe ka thënë se el wajib ittiba'u delil la ittiba'u Ahmed, për argument është pasimi, apo me rëndësi është pasimi i argumentit dhe jo pasimi i Ahmedit, për obligim është pasimi i argumentit dhe jo pasimi i Ahmedit. Kështu kanë qenë dietarët, pra i kanë respektuar të mëdhenjt përpara tyre në mënyrën më të mirë, kanë përfituar prej tyre, u kanë mbrojtur atyre nderin, dhe kur është bërë i qartë argumenti në çështje të caktuara, i kanë dhënë rëndësi argumentit dhe kanë ndjekur të vërtetën dhe jo personin në vete. Përmendim edhe disa prej librave të tij rahimahullahu ta'ala, pra dhe pse ka pasur libra të shumt në tematika të ndryshme, prej tyre është libri e hadith Su'ila anha fa ajab, pra hadithe që është pyetur dhe është përgjigjur, është el irshad që ka të bëjë në bazat e fesë, është libri el ishara, libri el intisar li ahli al hadith, libri e tadhkira fil usul që është libër mjaft i famshëm në bazat e fikhut, dhe libret e tjera pra sikur se Tahdhibun Nafs, apo Juz'un fil usul, apo Sharh Mukhtasar al-Khiraqi, edhe ky është libër i famshëm, po ashtu Umdetud Delil që përmendëm, dhe libri jon pra që e posedojmë ne tash, që titullohet pra Fusulun fil adab, apo Fusulul adabi wa makarimil akhlaq, pra kapituj nga etika e bukur dhe nga virtytet e moralit, apo virtytet e larta të moralit. Sa i përket vdekjes së tij, pika e 6, ka vdekur Ibn Aqili rahimahullah në Baghdad, në qytetin e tij, pra në vitin 513. Edhe pse më herët përmendëm disa prej fjalëve të dietarëve rreth tij, do të flasim prap në pikën e radhës, pikën e 7 që ka të bëjë me lëvdatat që ja kanë dedikuar dietarët këtij, dhe në fund me disa vërejtje që kanë bëjnë me të. Sa i përket lëvdatave, për ta kuptuar me çfarë personi kemi të bëjmë, ka thënë Ibnul Jauzi rahimahullah, huwa faridu fanni wa imamu asri, kana hasan as-sura wa zahira al-mahasin. Pra thot, ka qenë
i veçanti në lëmin e tij. Pra që ti jesh i veçantë në diçka të veçantë kërkon shumë. Ka qenë imam i kohës së tij, thot Ibnul Gjauzi, ka qenë apo ka poseduar një pamje të bukur dhe i par atij mirësitë. Dhe po ashtu ka thënë Efta ibn Aqil wa darras wa stuftiya fi diwan. Pra ka dhënë mësim dhe ka dhënë fatwa dhe në diwan, pra në shtet i kanë kërkuar atij fatawa. Tregon për dijen e madhe që ka poseduar në kohën e tij. Thot Ibnul Gjauzi, jama'a ilm al-furu'i wal-usul wa sannafa fiha al-kutub al-kibar wa kana da'ima at-tashaghul bil-ilm. Pra i ka bashkuar dituritë themelore dhe ato të detajshme dhe ka shkruar libra të shumë dhe të mëdhenj dhe ka qenë një njeri që është marrur me dituri. Kana daimu at-tashaghul bil-ilm, është marrur çdo herë me dituri, ashtu sikur se janë edhe shujukët tanë në kohën tonë. Thot, wa kana Ibn Aqil qawiyu ad-diyana hafizan lil-hudud, ka pasur fetari të fortë, u shrujt kufive të Allahut, wa kana kariman yunfiqu ma yajid, ka qenë bujar, e ka dhënë atë që e ka poseduar, walam yukhallif siwa kutubahu wa thiyab badani. Nuk ka lënë prapa për familjen e vete gjë tjetër pos librave të tij dhe teshat e trupit të tij. Çdo gjë që e ka poseduar e ka dhënë për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo transmetohet pra për imam të shumt, sikurse edhe për Imam Ahmedin rahimahullah, që u kanë kushtuar rëndësi të madhe mbledhjes së librave. Saqë transmetohet pas vdekjes së Imam Ahmedit rahimahullah, fëmijët e tij për një kohë gjatë kanë jetuar duke shit librat e babait vet. Do me thonë, kjo ka qenë e ardhura kryesore, atë shumë libra kanë mbledhur dhe atë shumë rëndësi kanë kushtuar ata diturisë. Prej lëvdatave është po ashtu ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa kana Ibn Aqil min adhkiya'il alam. Ibn Aqili rahimahullah është prej të mençurve të botës. Do me thënë me të dhënë këtë lëvdat Ibn Taymiyyah rahimahullah, me të thënë se është prej matë mençurve në botë. S'ka dyshim se është lëvdat e madhe. Po ashtu ka thënë Dhahabi rahimahullah, ahadul a'lam wa fardu zamanihi ilman wa naqlan wa dhaqa'an wa tafannuna. Pra është njëri nga dietarët e mëdhenj, i veçanti i kohës vete. I veçanti i kohës vete. Për dituri, për transmetime, për mençuri dhe për specializim pra në lëmin e tij. Dhe ka thënë në Siyer, po ashtu e Dhahabi rahimahullah, wa kana yatawaqqadu dhaka'an, posedonte mençuri, wa kana bahru ma'arifin, ka qenë një det i diturive, wa kanzu fadailin, dhe ka qenë një thesar i virtyteve të larta. Lem yakun lahu fi zamanihi nadhir, nuk ka pasur të ngjajshëm në kohën e tij me të. Dhe po ashtu ka thënë Silefi rahimahullah, ma ra'at aynaya mithla Abil Wafa ibn Aqil al-Faqih. Thot, nuk kam parë sytë e mi sikurse Abul Wafa ibn Aqili. Thot, pra njeriu i fikhut al-Faqih, ma kana ahadun yaqdiru an yatakallama ma'ahu. Nuk ka pasur mundësi askush të diskutoj me të. Pra në çështjet e diturisë, përse? Li ghazarati ilmihi wa husna iradi. Pra për shkak të diturisë të madhe që e ka poseduar si person, dhe jo vetëm kjo, ka ditur ta transmetoj dijen e vet tek tjetri. Ka pasur dituri të madhe dhe ka ditur aq mirë me e shpjegu dhe me e qu mesazhin, si me thënë tek tjerët, saqë s'kam pasur mundësi dietarët me diskutu me të. Ka qenë aq i aftë. Pra, thot, ma kana ahadun yaqdiru an yatakallama ma'ahu li ghazarati ilmihi wa husna iradih
wa balaghata kalamihi wa quwwata hujjatihi. Pra askush nuk mund të debatonte me të për shkak diturisë madhe që posedonte, transmetimit saj tek tjerët, gjuhës oratorike të lartë dhe argumentet e fuqishme që i posedonte ai. Dhe po ashtu thot Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, kana Ibn Aqil azim al-hurmati wafir al-jillah inda al-khulafa'i wal-muluk. Pra thot Ibn Aqili rahimahullah posedonte respekt të madh dhe nderim të posaçëm tek khulafat dhe mbretërit. Wa kana shahman miqdama, thot ka qenë trim dhe i guximshëm, yuwajihu al-akabira bil-inkar bil-lafdhihi wa khatihi. Kur dikush prej të mëdhenjve, pra dhe pse kanë pasur pozita të larta në dije dhe kanë qenë të njohur në vend, kur dikush prej tyre ka bërë gabim dhe ka thënë diçka të gabueshme, i ka ballafaquar ata me fjalët e tij dhe me shkrimet që ua ka quar dhe ua ka dërguar atyre. Pra ka qenë njeri i guximshëm. Dhe po ashtu thot Ibn Rajab, kana rahimahullah min afadhilil alam wa adhkiyai bani Adam mufritu dhaka. Ka qenë, thot, prej më të mirëve të dunjas, prej më të mençurve të njerëzimit, me një mençuri të jashtëzakonshme, muttasi'a ad-da'irati fil ulum, ka pasur një rreth mjaft të gjerë sa i përket diturive, wa kana khabiran bil kalam, dhe ka qenë pra ekspert në mënyrën se si duhet njeriu të folë dhe të flasë. Po, dhe vazhdojmë pra lëvdatat e dietarëve, sikurse ajo që ka thënë Ibn Hajar rahimahullah, ka hadha ar-rajulu min kibar al-a'imma, thot ky person është nga imamllarët e mëdhenj, wa qad athna alayhi ahlu asrihi wa man ba'dahum, pra e kanë lavdëruar atë dietarët e kohës së tij dhe ata që kanë ardhur pas tij, wa atrahu Ibn al-Jawzi, pra ka lavdëruar jashtëmase Ibn al-Jawzi, wa awwala ala kalamihi fi akthari musannafatihi. Pra dhe Ibn al-Jawzi është mbështet fuqishëm në fjalët e tij, në librat e tij të Ibn Aqilit, pra në librat që i ka shkruar ai. Përfundoi edhe kapitulli që flet mbi lëvdatat që ja kanë bërë dietarët këtij personi. Ngel vërejtja që përmendëm që në fillim, pra sa i përket Ibn Aqilit rahimahullah, ekziston një vërejtje. Në disa libra të tij dhe në disa çështje prej çështjeve të akides nuk ka pasur qëndrime të mira. Pra sa i përket i'tizalit, sa i përket mu'tazilive, sa i përket veçorive të Allahut te baraka ve taala dhe pikave të tjera. Pra themi ndryshe, personi ka qenë indikuar nga mu'tazilit. Përse? Këtë e shpjegon më së miri Ibn Taymija rahimahullah dhe thot, wal Ibn Aqil anwa'un min al-kalam. Pra ndodh që gjejmë tek Ibn Aqili disa lloje të fjalëve. Me këto kuptohet disa kontradikta, do të thonë herë kështu, herë kështu. Fa innahu min adhkiya'i al-alam. E përsërit Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe thot, ai është prej dietarëve të tokës, kathirul fikr, pra meditues i madh, wan nazar, duke shikuar shumë fi kalamin nas, në atë që e thon njerëzit. Pra, do të thot Ibn Taymija rahimahullah se Ibn Aqil nga mençuria e madhe që e ka pasur, zelli i madh dhe po ashtu pra meditimi i madh dhe shikimi i madh në libra, është ndikuar në disa prej çështjeve sa i përket mutekellimimve, pra sa i përket njerëzve të kelamit. Pra, mendimet e tilla që bien ndesh me menhexhin e selefëve. Mirë po ai rahimahullah, nga gjitha këto është kthyer, është penduar dhe ka shkruar pendimin e tij dhe e ka shpërndar mes njerëzve. E kanë pranuar dietarët e kohës së tij pendimin e tij, pra dietarët e Ahlus Sunnah wal Jamaa. Por ajo që duhet njeriu të jetë i kujdesshëm është se në disa prej librave të tij mund të ketë akoma
Pra, mendime të tilla dhe fjalë të tilla, të cilat janë shkruar përpara pendimit të tij. Dhe për këto mendime që i ka poseduar, dietarët e kohës së tij nuk kanë heshtur dhe kanë refuzuar atë. Prej atyre që e kanë refuzuar është edhe Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pra e kanë refuzuar vetë dietar të mëdhëbit Hanbali, dhe siç tham, pra është penduar. Mirë po mund që të ketë në librat e tij diçka që bie ndesh me sunetin dhe përkrah mendime të Mu'tazilive. Thotë Dhahabi rahimahullah, ishte ahadul a'lam nga dietarët e mëdhenj, fardu zamani, pra i veçantë i kohës së tij, për diturinë, transmetimet, mençurinë dhe specializimin në lëmin e tij, përveç se annahu khalafa as-salaf wa wafaqa al-mu'tazilata fi 'iddati bid'a. Përveç se i ka kundërshtuar selefët dhe është anuar në anën e Mu'tazilive në disa bidate dhe në disa çështje. Dhe thot një fjalë mjaft të bukur me cilën do e përfundojmë, thot Dhahabiu rahimahullah, fa inna kathrat at-tabahhuri fi ilmi al-kalam rubbama adarra bi sahibih. Ndoshta thellimi i tepërt në diturinë e kelamit i ka bërë dëm këtij personi. Pra paramendoje për çfarë personi flasim ne, duke pasur parasysh gjitha ato lëvdata që i bën dietarët për këtë. Për dituri, prej ma të diturve të kohës së tij. Për mençuri, prej ma të mençurve të kohës së tij. Për gjuhë, prej njerëzve që kanë folur gjuhën më së miri kohën e tij. Ndash shi'r, ndash belagha, ndash nahwu, ndash sarf. Ku ta çosh e ke? Megjithatë, shikimi i tepërt në libra të njerëzve të bidatit dhe leximi dhe marrja e dijes nga ato, edhe me mendim të mirë, mund që të bëjnë dëm ty nëse je Ibn Aqili, dhe nëse si je Ibn Aqili, mos e llogarit fare. Lusim Allahun te bareke ve taala që ta bëj atë që tham të dobishme. Lusim Allahun te bareke ve taala të na forcojë gjithë neve në fenë e tij, në këtë menhej të vlefshëm, dhe të na jap gjithë neve përfundim të mirë. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.